kryeministrit të vendit ose fituesit të zgjedhjeve zotit Albin Kurti, për të krijuar institucionet, qoftë kryetarin e kuvendit, qoftë nënkryetarit e kuvendit, qeverinë dhe presidentin. Dhe tash, me që i ka marrë 51.11%, si që tha disa herë drenori, atëherë, a ka nevojë me kërku vot ose qëndrim në kuvend të lidhjes demokratike, sepse syni i VV-s është veç goditja në lidhjen demokratike dhe marrja vote së lidhjes demokratike dhe qëndrimi i lidhjes demokratike në sallën e kuvendit dhe fare nuk merren me partinë demokratike. E para, e dyta, pse duhet partitë opozitore po marrëveshje politike me votu një kandidat për president të propozuar nga partia më e madhe, këtë rast Lëvizja Vetëvendosje. Cili është borxhi që opozita ja ka partisë të madhe? Ja kanë bërë qytetarët mos mi blloku proceset se qenë bllokada. Qytetari nuk, pse ja ka bërë qytetarit? Sepse qytetari don institucione, zotëri. Qytetari don institucione. Dhe keni subjekt që ka dhënë për mbi 51%. Super, maro vetëm. Krye. Zgjedhë kryetarët e kuvendit. Po unë besoj që i keni mësuar problem. Jo. I ke fitu zgjedhjet, krye institucionet. Qytetarit ka vlerësu ty me qenë pres ti. Po. Dhe nëse ti s'mundesh me kriju institucionet, atë ti nuk je pres dhe qytetari ka gabu me përzgjedhjen e tyre. Kjo vot e 57 deputetëve. Kjo vot e 50 veç edhe qita. E 57 deputetëve është shumë votë e madhe. Është shumë votë e çmuar. Dhe çdo gjë zoti Kurti veç me 4 deputet të minoriteteve. Jo serb